Një mos për të me këthy parit që ka marrë që 10 vjetë. Kjo është merë. Prandaj kjo është e papërballueshme për njerëz. Mirë, po çka ti bën qeveria? Qeveria e Kosovës, zyra rregullatore do të kenë parasysh se një shtrëngtim për 15% është një ngarkesë shumë e madhe për familjarët, posaçërisht në situatën si aktualisht ballafaqohet Kosova dhe me problemet që kanë qytetarët e Kosovës. Mendoj se duhet kërkuar një zgjidhje, zgjidhjet janë propozuar nga disa subjekte politike dhe nga ekspertë, dhe ato duhet merren shumë seriozisht parasysh. A mendon se mundi me përballu një rritje të çmimit? Nuk është problem. Personalisht po, po në një numër shumë i madh të qytetarëve të Kosovës, diku 20% nga qytetarët e Kosovës jetojnë me më pak se €1 në ditë, kështu që është problem. Fol që ka rrit 15% faturat e rrymës, a mundi me përballu ju si qytetar? Pas trajtimi është i tepër, sepse është vështirë për të përballuar për shembull njerëzimi me këto paga që kanë, sidomos pensionistët të cilët nuk kanë pensione thjesht në moshë. Prandaj kjo është e papërballueshme për njerëz. Mirë, po çka ti bën qeveria? Sa ju vjen fatura e rrymës që tash? Pa mua vjen diku 50, 54, sa vjen të ardhmen nuk e di. Ku më di sa vjen të ardhmen. Çfarë mesazhi e ki për qeverinë nëse veç merret ky vendim? Mesazhi për qeverinë është të gjeni një rrugdalje tjetër, ose me subvencion, ose në mënyrë tjetër që të mos shkoj kjo barë krejt në njerëzimi për shembull. Pesha e rëndë është kjo për shembull për njerëzit, prandaj duhet gjeni një solucion tjetër. Çfarë mendoni që duhet me ndërmarrë qeveria për Një mos për të me këthy parit që ka marrë që 10 vjetë. Pe konsumatorë që ka pagu për veri, tani me 10 popla më në bani barën me rrit, tani me rrit. Kjo është merë. Qa me bu pensionisë me 100 euro penzi. Aji ndulla i zërëjes të ke, kush e ka rrymë 50 euro pa tjetëre, aji kush e ka 100 euro, aji ka thmije, ka rabja, ka do të me pagu ato, për nënë me social. 100 euro me pagu është 20 euro, në këtë 8 euro që të kalkulej ke. Sa për vjen fatura e rrymës juve? 100 euro, 90 euro, 120 euro. E tash kur të rritet a keni me mujt me përballu? Po, në tash më s'mojmë me përballu, problem. A në ashtu me përballaj, po dikur që s'mon heq. Unë hala s'ka dhonë zotë s'kam me bara me sene, po dikur që është ma vjetër e pagun 100 euro në bara në mujt. Që me përballu e ngrati? Është tërë marrë është kjo, marrë. Plus, qeveria e konfirmon të rritet. Me shti parë në gjë për vetë, marrë është tërë. Të me vitë populatën, a moni me përballu këtë rritja s'moni. Ta dhe ashtu jenë 50% populatës jenë varfëri ekstreme, 50%. Me që kam i përballu ata alo, pa ta matë me gjepat vetë. Të merë është kjo, të merë.